e thënë ndryshe, thimi. Nesër unë mund të marrë një akuzë për vrasje, e supozojmë. Tash po e marrë. Pse shkon kaq larg? Po e marrë si shembull, një subjekt që po hetohet. Mund të marrë një akuzë për vrasje, e cila në vetvete është një akuzë shumë e rëndë, ose është një dyshim shumë i rëndë. Në momentin që ke përballë një subjekt i cili ka një rrezikshmëri të ulët shoqërore dhe ti prokuroria ka vetëm dyshimin që mund ta ketë kryer subjekti, por që për shkak të ndikimit tek provat ose për shkak të largimit nga vendi për shembull dhe shmangjes hetimit ose për përsëritjen e kryerjes të njëjtës vepre penale ose veprave të tjera penale, kërkon caktimin e masës sigurimit personal arrest në burg. Tash duhet ta arsyetojë prokuroria këtë, pra nuk do jetë më në nivel teorik. Pra duhet të jetë në nivel provueshmërie. Deri tani janë në nivel teorik. Thonë, ky subjekti po ekziston mundësia që ky të largohet. Po si? Si e provon ti? Pra vetëm e thua. Kjo nuk duhet ngelet vetëm në fjalë. Kjo duhet jetë edhe e provuar nga ana e prokurorisë, pra duhet japi një provë të patjetërsueshme, për shembull që është i dënuar, ka disa dënime të tjera, përbën provë. Për shembull, mund të japi një provë që ka dikuar në mënyrë të drejtë për drejtë që të zhduki këtë provë, ose që të zhduki këtë armën e ngjarjes, ose që të zhduki diçka që ka të bëjë me identifikimin e veprës penale. Është provë dhe konsiderohet si e arsyetuar përpara gjykatës. Por në rastin se nuk i ke këto, automatikisht në vlerësimin tim, gjykata nuk mundet do të pranojë nivelin teorik të prokurorisë. Dhe çfarë bën të gjykata në rastin konkret? Bën të një zhvendosje të barrës së provës. Pra, ndërkohë që në nivel teorik duhet të jetë mbrojtja, sepse mbrojtja nuk e ka mundësinë që të aksesojë tek provat, në nivelin teorik e mbante akuza. Ndërkohë që nuk duhet të ishte kështu, por duhet të ishte e kundërta, që do të thotë që tashmë këtë nivelin pra barrën e provës, ashtu siç e ka patur gjithmonë prokuroria, duhet që ta ketë akoma dhe më të përforcuar, ndërkohë që në nivel teorik duhet të jetë mbrojtja e cila ka detyrimin vetëm të interpretojë atë që sjell prokuroria, përkundër kur ka provat e saj, pa diskutim që edhe ajo i paraqet në gjykatë ose gjatë gjykimit. Pra për të kuptuar, e zë me marrë me qenë që del nesër të hënë vendimi. Do 15 ditë mbas votimit vetuar zyrtare, pra le të themi nga fillimi qershor nga mesi. Nëse nesër do dali, nëse të hënën, do dali një vendim i arsyetuar, i plot i arsyetuar. Parimisht si del vetëm dispozitivi, zakonisht kur del apo del i plot vendim unifikues. Po normalisht në varësi të çështjes. Të çështjes, të rëndësisë që ka çështja, impaktit që mund të ketë të menjëhershëm në sistemin e drejtësisë, sistemin gjyqësor, ka patur raste që gjykata e ka nxjerrë edhe të arsyetuar, të zbardhur. Ndërkohë që mund të nxjerrë një ekstrakt të vendimit, së bashku edhe me dispozitivin, ky ekstrakt pa diskutim që nuk përbën, nuk futet ende në kuadrin detyrues të gjykatës. Pra ekstrakti është për përgatitur që më kupton drejt. Për mua është më së i mjaftueshëm ekstrakti. Sepse nëse ekstrakti tregon qartësisht që ndodhemi përpara një arsyetimi të mjaftueshëm për gjykatën për të implementuar këto orientime ose këto detyrime që jep gjykata e lartë, është i zbatueshëm menjëherë. Pra, jo domosdoshmërisht gjykata duhet presit derisa ta zbardhë gjykata e lartë të botohet në betore zyrtare dhe më pas të implementohet në përditshmërinë e saj nga gjykatat më të ulta. Gjykatat mund ta bëjnë edhe në mënyrë të menjëhershme këtë. Nuk, thimi edhe një herë, domethënë, nuk kam patur nevojën që të dali ky vendimi sa aty ka qenë. Pra, përpos atij vendimi që do të nxjerrë gjykata e lartë, janë ja 2000, 2500, 5000, 15000 vendime në harkun kohor të shumë viteve të gjykatës europiane për drejtat e njeriut, që po të kishin marrë dhe të implementonin, nuk do të ishim në këtë deregje që jemi sot, domethënë. Pra, të çohet tash gjykata lartë dhe na thotë që shiko se do bëjmë neve rivlerësimin e kësaj, rivlerësimin e kujt po bën ti mërzotëri, që ka 10 vjet aty që s'pën pik vendimi nuk e ke prekur. Mos hajde na e bëni shkencën tash, shkencën ta kishe bër cop ta bëje me vendime të tjera, jo të mbaje standardet të dy fishta, njëri i nënës, tjetri i njerëkës, apo tjetri i vjerrës, ta donin si t'ja vëmë emrin si duash, po e kishin mundësinë që ta bënin shumë herë më përpara këtë punë. Dhe jo nëpërmjet një vendimi njësues tashmë,
por mund ta bënin edhe nëpërmjet vendimeve të tjera. Pra ta krijonin precedentin dhe mund të përdorej nga mbrojtja, nga akuza, nga të gjithë këto precedent edhe të jepeshin gjykatës. Kështu që pa diskutim që është e nevojshme për të bërë. Jo, shumë e vonuar, por kjo është super e vonuar, se dëmi këtu është bërë. Dëmi do shkoj, do përballet me gjykime në gjykatën e Strasburgut, gjykatën Europiane për drejtat e njeriut. Tash ne një rast e kemi, por prit se do shkojnë edhe të tjerët.